U martova bona dashëm me 4 tupane, kurse 200 njerëzit tash ka janë tupanet. E unë e bona dashmën me tupanen. Po o konë e ndalume kultura e muzikës në atë popëll atëherë. Kanë shku me do vade, në katon Pësharan jam i martu. Kanë shku me do vade, i kanë pyta, keni surla, keni tupana, keni muzika, keni... Këta kanë garantu se fetar ka thonë, na jemi fetar, të na si senem nuk ka. Edhe une nuk kum guzutëni me bo gjohë, po shakun bojë kum pos një kusherin Gjilal. O konë drejtari monopollit Duhonit. Edhe kum shku, kum bisedu me ta, për tupane i kum thonë, ti me pru mu tupanët, une mi pagu, po me thonë dhorat i kum. Kada të bisishti. Edhe ne se kanë shku kroqit 200 kroqit fshatin e Pësharanit me 29 nëndorit. O konë borë. Tupanët i ka qitë në klokot o një komune shkive që ta jo pështina skupshtina klokot. A i ka qitë klokot tupanët edhe kanë shku për Pësharan. Kur kanë shku Pësharani mi kanë denu kroqit. Mi kanë lonë në përstreja të zidnëm në borë. Pse na keni pru tupane. E nëse ata kanë thonë, o, na si kena pru, po e ka kusherini e Gjilanit, dhorat, ja ka pru. Nëse kanë desh me denu, atër me nalë keri në konë qashtu koha, e me denu, po kum pas do shok shkollës, edhe nuk i kanë denu e kanë arë shpe. Kur kanë arë 4 dit darësum, kum pas me tupanën fshatë mirës. Edhe aty të një unisjet e jeme, mund gjallë. Ata shokt, shka kenë me mu që hinën mësusa, më keshin mu. Se shin ti ke vetë bari. Hajt, me reni me shkollën në Austri. Derisa flet për jetën e gjatë, 85 vjeçare flet edhe për odat, të cilat kanë qenë thuajse të vetmet vende ku grumbulloheshin burrat dhe diskutonin. Edhe pak për odë. Oda ka pos atë shumë dashni. Ka 24 orë, ka nejt not të bon muhabet, sukur me konë krejt vazën nër me vetë. Baba jem o konë ma plakin atë ko. Edhe kishin pasar sërbë me lypë porezin fshatë. Edhe kanë arë të oda, kur kanë arë, ka dalë baba, shka ka thonë porezin për fshatë. I ka këthy që të të gjamija, ka thonë që parët për fshatin të mirë, hecni mos hini manatonë në fshatë. Qasi dashnije, qasi besimi kanë pa.